pyetjeve me kunja, kundërpërgjigjet i vijnë me thumb. Ne na ardhmë në votu, ju pse ne ardhmë? Kallëzoni të lutem. Po kjo është tërsh. Fajin që i lihet Armend Zemaj të LDK-s, hiç pa e pranuar i ia kthen në dorë Agim Bahtirit të vetëvendosjes, madje duke kërkuar të lëshojnë rrugë. Shënërandën, si një toft 48 deputet, s'po më e bëni një kryetar të vendit. Po ku ju? Ja, se ana pa të votu populli për juve, ata ka ditë adresën. Me i nati kur të leo nësë Ka i nati, mësën e demokracinë, jo autokraci. Të tensionuara raportet ndërpartijake kësaj janë publikisht, por prapa u tha se po dërgohet mësit për t'i bërë bashk subjektin e parë me të tretin. Por kush është misionari, nuk ku bëhe ditur. Emra nuk thonas në partinë e Albin Kurtit, ku ani pse e duan fort si partner edhe e përqeshin Abdigjikun. Nuk e di kush i ka që kryetari LDK-s, ka nisë Mobin që është kryetari LDK-s, kjo është pak traqik për mi, kjo përrejse. Shefi Krakit u angjiti edhe një epitet deputetëve, por këta po i thon Kurtit se më nomad se ta është ai vetë. Nomad janë ata që nuk kanë shtëpi e i vetëm në Republikën e Kosovës që nuk ka shtëpi nëse është një qytetar është Albin Kurti. Kosovafësh u bën rutinë për të tjerë që madje edhe arsyetojnë që mbase kryeministri në detyrë, që me nerva kur e thatë. Diqysh mësova edhin edhe për mu nuk është najsen, ndoshta ka qenë një moment kur ka qenë revoltum. Edhe po e merituan këtë epitet, fajtor nga ligjvënësi që e humbën edhe numërimin e vazhdimit të seancave, po lihet shefi në ikje i qeverisë. Këtë fajet për këtë këto 37 seanca sa u bon i ka zëti Kurti, se e ka zapu shpinë. Mbas entuziazmi i përgatitjes për vazhdimin e mandatit të vetë si kryetar partije, Memli Krasniqi ne solli më optimist në tentimin e 35. Shpresojmë çdo ditë që vim këtu që zgjidhet për parlamentarin. Veç për dikë, partitë e para e morën rezultatin e u krekosën, por e lanë përgjegjësinë. Kur po vim po thon partitë mëdha po ngriten. Po njën kogja të, si më thot, fuqishëm. Po vota është përgjithësi. Të paknaqur me të gjithë këta pa dallim janë ky grup qytetarësh që zgjodhen të protestojnë para kuvendit në zhvillimin e seancës që rezultoi pa sukses. Flasin dhe ata që heshtën për interesa